nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma të nderuar miq, mirë mbrëma dhe përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku sërish në Horizont, sot është ditë e njëjtë, data 18 qershor 2026, dhe jemi live këtu nga studio qendrore në Gjermani në valët e Window Radio. Unë jam Leonardi, si çdo të njëjtë të premte dhe të shtunë me emisionin Horizont. Duke uruar për të gjithë që të jeni mirë dhe të keni kaluar mirë këtë fillim javë, sepse po jemi në mesjavë ose jemi një ditë para fundjavës, ku uroj për të gjithë të jeni mirë, të keni kaluar mirë dhe të vijë një fundjavë sa më e këndshme dhe sa më e mbarë për të gjithë ju familjarisht. Siç e dim, siç e ndjekim ne nga diaspora, protestat në Shqipëri vazhdojnë dhe dita 19 e protestave dhe qytetarët pothuajse kanë mbush sheshet plot, sidomos sheshin Skënderbej apo sheshin Nën Tereza. Madje sonde ishin edhe tek parlamenti, pra Shqipëria është rizgjuar, populli është rizgjuar, por gjithnjë ngeli matë shpresën që t'jetë populli ai që rizgjohet dhe mos të keq përdoret apo mos të përdoret protesta nga individ që kanë të tjera ide apo të tjera mendime, por shpresojmë që shqiptarët të zgjohen dhe shqiptarët të dinë të vendosin për veten e tyre, të dinë të zgjedhin një elitë të re, pra nuk është puna të re në moshë, po të re në mendësi, të re në mentalitet, dhe shpresojmë që do bëhet më e mira. Madje edhe në diasporë, në shumë qytete kryesore të perëndimit, nga Italia, Londra, Gjermani, Francë, dhe në Amerikë, Kanada, pra diaspora ka reaguar, diaspora po proteston, madje ka dhe këtë fundjavë në shumë qytete perëndimore protesta, por për vetëm asaj çfarë kemi lexuar dhe ndjekur, pra dhe ne në portalin tonë kemi postuar, diaspora është nisur një autokolon me makina, pra shumë njerëz nga Londra, Belgjika, Gjermania, Italia, Zvicra, Austria, pra kudo janë bashkuar dhe që të mërrin me datën 20 në Tiranë dhe t'i bashkohen protestës së Tiranës. Por gjithnjë unë uroj me zemër që kjo protestë ketë drejtimin e duhur dhe mos të zhgënjemi më në shqiptarë, sepse mjaft më 36 vite kemi ngel duke thënë tranzicion, por ky tranzicioni 36 vjeçar është përtej çdo imagjinate, përtej çdo mendimi, sepse nuk kemi vetëm shtet ne që kemi dalë nga bloku ish komunist. Kanë dalë edhe shtetet e tjera, por të tjerat janë tashmë në Bashkimin Evropian, kurse ne akoma vazhdojmë do hyjmë apo do dalim apo çfarë do bëjmë, si do bëjmë, pra kemi ato grindjet, problematikat tona të pafundme nga politika, do thosha e mbrapsht e të gjitha qeverisëve që është qeverisur Shqipëria në këto 36 vite. Okej, për këtë ne do flasim me të ftuarin pak më vonë, por unë dua të prezantoj se ku mund të ndiqet Window Radio, pra siç e dini janë disa mundësi për të ndjekur Window Radio. Unë e përsëris dhe ripërsëris gjithmonë për ata miq të rinj që bashkohen në valët tona, pra Window Radio ndiqet në website-in zyrtar të saj windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni lajmin, informacionin e fundit që ne përzgjellim, si dhe të dëgjoni muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, i cili është DJ i radios tonë. Po ashtu ne jemi në disa platforma ndërkombëtare, siç është TuneIn, Radio Box, MindTuner, Radio.net, Radio.it, pra janë një pafundësi platformash, pra janë mbi 20 platforma ndërkombëtare që Window Radio ndiqet dhe aty ju mund të ndiqni pra edhe emisionin live, emisionet tona, si dhe muzikën 24/7. Po ashtu ne jemi edhe në platformën e radiove shqiptare, Radio Shqip, ku është platforma më e madhe e radiove kryesore shqiptare. Mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe aty mund të ndiqni dhe emisionin ton tani live. Po ashtu është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, ku ju mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje për të ftuarin dhe ne në varësi të kohës, në varësi të mundësive mund të përzgjellim dhe një pyetje nëse gjithmonë do jetë interesante.
Po ashtu për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin tani emisionin live apo kanë dëshirë të rindjekin emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas. Pra, ndaj është kjo orar pak i vonë për Evropën në ritransmetimi, por përpiqemi që të jemi sa më pranë edhe dëgjuesve tanë përtej oqeanit. Po ashtu emisione do jetë edhe në YouTube në faqen zyrtare Window Radio DE, ku ju mjafton të bëni një subscribe aty dhe mund të shikoni të ndiqni të gjitha emisionet tona të kaluara, si dhe ju vinë njoftimet e programacioneve dhe të emisioneve që ne përgatisim për ju. Si gjithmonë në mënyrën më miqësore të mundshme, unë kërkoj të gjithë ju dëgjuesve që të bëni një shpërndarje Facebookut, sepse ne nuk është se fitojmë diçka nga ana monetare, as ju nuk humbni diçka nga ana monetare, por të bashkohen sa më shumë shqiptarë dhe të jemi sa më shumë miq, vëllezër me njëri tjetrin, pranë njëri tjetrit, dhe të kontaktojmë, të komunikojmë njëri me tjetrin, sepse Window Radio, siç e them unë, siç e thot komplet të stafi jonë, ne përpiqemi të jemi vetëm shërbëtorët tuaj. Window Radio është vetëm e dëgjuesit, pra është vetëm e çdo shqiptari që ka dëshirë të ndjek diçka pa censurë, një mendim të lirë, dhe bëjmë thirrje çdo shqiptari që ka diçka për të treguar, ka diçka për të thënë dhe do një mikrofon ta ketë, Window Radio do jetë gjithmonë pranë dhe vetëm mjafton të na shkruani në rrjetet sociale apo në kontaktet tona, qoftë timin, qoftë moderatorëve të tjerë, dhe ne do jemi gjithmonë pranë jush, pra sepse Window Radio është vetëm e juaja. Ne përpiqemi thjesht të jemi shërbëtorët tuaj. Miqtë mi, mos e zgjasun me këto monologjet e mia, por sot do kam një të ftuar të veçantë, që sinqerisht është i veçantë, sinqerisht jam mirënjohës pafund, sepse është një person që mbi 20 vite jeton në Mbretërinë e Bashkuar, ku vazhdimisht ka dhënë kontributin e tij, është përpjekur gjithmonë të jetë pranë shqiptarëve, të jetë pranë emigrantëve, ti përkrahati ndihmoj, sepse është edhe avokat në Mbretërinë e Bashkuar, pra e dim të gjithë kush ka provuar emigracionin e di se çfarë vlere dhe çfarë rëndësie ka avokati, dhe ai ka qenë gjithmonë pranë tyre, por për vetëm kësaj nuk e ka harruar asnjëherë vendlindjen, por është përpjekur që të jetë gjithmonë një zë, shpeshherë edhe konformist, do thosha, shpeshherë edhe i ashpër, shpeshherë edhe, por ai është i njëjti, ka ngel ai konservatori me ideale të qarta, pra mos e zgjasun, kemi djalin e Marxisë Madhe, por kemi edhe anglezin shqiptar, zotin Eim Hasani. Zoti Hasani, mirëmbrëma. Shëndetje, mirëmbrëma Leonard, faleminderit shumë për vlerësimin, kënaqësi që jam në emisionin tuaj. Unë sinqerisht të jam mirënjohës që pranove ftesën, duke patur parasysh obligimet, duke patur parasysh ngarkesën tënde, dhe të jam mirënjohës që sonde jemi së bashku dhe me dëgjuesit tanë. Faleminderit shumë. Është absolutisht privilegj. Mundohemi që ne të jemi gjithmonë zëri i komunitetit, zëri shqiptarëve në mbar botën, dhe të përshëndes edhe ty për angazhimin, për kohën tënde në dispozicion të qytetarëve shqiptar në Gjermani dhe në gjithë botën. Përpiqemi, le të them shumë, në mënyrë miqësore, të bëjmë bisedë thjesht, me fjalë, ne duhet të bëjmë aq sa mundemi, sepse kemi lënë atë dhëunë, nuk është se kemi harruar vendlindjen, por duhet secili prej nesh të bëj më të mirën, sepse mendoj që emigrantët janë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë. Absolutisht, e vërtet, çdo sjellje e një qytetari shqiptar në gjithë botën duhet të cilësohet si një ambasador, si një përfaqësues i drejt për drejt i Shqipërisë, i kombit shqiptar, dhe çdo sjellje jona reflekton në emrin e Shqipërisë të shqiptarëve kudo që janë. Eim Hasani, sa ndjehet malsor dhe sa ndjehet londinez? Sepse ti ke kohë gjatë, mbi 20 vjet që ke ikë në Londër, ke ikë në Angli. Sa ndjesh? Faleminderit, Leonard, kudo që shkoj, unë jam shqiptar, jam malcor, kam lind Malci të Madhe, jam rrit Malci të Madhe, jam për 17 vjet Malci, kam ikë nga Malcia e Madhe në vitin 1992, kam studiuar në Korçë 4 vite, pastaj në vitin 1996 kam lëvizur në Tiranë, dhe në 97-ën
janar vit 1997 kam pritur në Londër dhe pra 29 vite në Britani, por asnjë moment se kam harruar identitetin tim, origjinën time nga kam ardhur, nga vi, dhe jam krenar që jam shqiptar, por mbi të gjitha jam krenar që jam malcur dhe që jam biri Marcisë Malle. Është vërtet krenari imi fjalë për si kur e tham në fillim që shqiptarët e migrantët janë ata ambasadorët që tregojnë botës se kush janë shqiptarët, por është vërtet krenari dhe nder edhe për Marcinë Malle, po edhe për Zolën, mi fjalë që të ketë një njerëz të tillë të angazhuar që përcjell vetëm atë forcën dhe pozitivitetin. Shika, duke patë parasysh që ti ke një kohë gjatë dhe bajagi aktiviteti jotë ka qenë dhe është me emigracionin, me emigrantët, dhe kush janë problemet më të mëdha që ka emigracioni shqiptar në Londër? Duke parë problemet e madhore me të cilat Shqipëria është përballur në periudha të ndryshme të tranzicionit, qofshin ato të viteve 90, problemet e vitit 1997, lufta në Kosovë, emigracioni i vazhdueshëm masiv i qytetarëve shqiptar, pakënaqësia ose mënyra se si pushteti në Shqipëri, partitë e ndryshme i kanë trajtuar shqiptarët për përfitime personale, për të pasuruar dhe për të ngritur atë mitin e vet personal dhe për të bërë mbi shqiptarët dhe për të bërë padron të shqiptarëve. Shumë shqiptarë janë detyruar të marrin rrugës të emigracionit në gjithë këto periudhë, si rezultat i politikës së mbrapsht të qeverive të ndryshme dhe politikanëve që sot mas 35 viteve janë ngritur në këmbë dhe kërkojnë largimin e tyre. Komuniteti shqiptar në Britani nuk mund të jetë imun nga problemet e përgjithshme shqiptarëve, dhe duke qenë se Britania është një nga vendet kryesore me të industrializuar dhe me demokraci me të konsoliduar dhe me një shtet të fortë dhe që mbështet fuqishëm të drejtat dhe liritë e çdo individi nga do që vinë, atëherë, padyshim, dhe duke parë se Britania për shqiptarët ka qenë një nga vendet kryesore, si mollë ndaluar nga komunizmi bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me gjithë Evropën, atëherë, edhe nga fakti që shumë shqiptarë kanë folur dhe kanë mësuar gjuhën angleze, atëherë Britania ka qenë një magnet për shumë shqiptarë për shumë arsye, dhe kemi sot një komunitet ndoshta minimumi 150.000 shqiptarë që jetojnë në Britani, paktën në mënyrë ligjore, po mund të kemi ndoshta 200.000 ose 300.000 shqiptarë që janë fizikisht në Britani, por një pjesë e tyre e madhe janë në mënyrë ilegale dhe përballen si ata që janë me leje qëndrimi, por ata, sidomos ata që janë në mënyrë paligjshme në Britani. Problemi kryesor është sigurimi i lejes për të qëndruar në Britani dhe mënyrat ligjore që ekzistojnë në Britani për të bërë pjesë e kësaj shoqërie, për të inkuadruar në këtë vend si një shtëpi e dytë të tyre, dhe për duke parë se unë ka paktën 21 vite që ditë për ditë merrem me çështjet, me hallet e problemet e qytetarëve shqiptar që kanë zgjedhur Britaninë për të ndërtuar jetën e tyre pas largimit nga Shqipëria. Problemet e tyre janë absolutisht nga ndryshme dhe siç thash, problemi kryesor është ai që ligjori dhe sigurimi i lejes së qëndrimit, sigurimi i inkuadrimit, i bërjes ose i përfshirjes së tyre në jetën e përditshme, në jetën britanike, në shoqërinë britanike, në kulturën britanike, inkuadrimi total në sistemin britanik, i cili sa mendon që kanë arritë shqiptarët të integrohen në sistemin britanik? Duke parë se Britania si një vend që ka një histori të gjatë të komunitetet të ndryshme që kanë ardhur, janë vendosur në këtë vend, dhe ka një shumicë të madhe të minoriteteve etnike nga gjithë bota, dhe duke parë në mënyrën se si ka funksionuar një perandori britanike që ka qenë e përfshirë në kontinente, në vende të ndryshme, dhe duke parë edhe vendet e Commonwealthit, të cilat i drejton
përfshin edhe Australinë, Kanadan, domethënë ka krijuar një përvojë se si ti mbështes të personat që vinë dhe bëjnë Britaninë shtëpinë e dytë, dhe si inkuadron ata duke mos u mohuar asnjëherë të drejtën e tyre nga vinë, kulturën e tyre, identitetin e tyre, duke mbajtur të gjallë, duke inkurajuar që të mbajnë kulturën e tyre dhe identitetin kombëtar nga ata vinë. Britania ka siguruar një sistem të tillë që mbështet dhe mbron dhe i quan të barabartë çdo individ nga do që vinë, përfshi edhe qytetarët shqiptar, të cilët e kanë dëshirën, e kanë mundësinë, e kanë privilegjin të bëhen pjesë e kësaj shoqërie dhe nuk ekziston asnjë diskriminim, pavarësisht nëse janë shqiptar, nëse janë kombësie tjetër. Dhe unë jam shumë krenar që kam qenë pjesë e këtij sistemit kur jam inkuadruar plotësisht dhe shërbej si një zyrtar i Ministrisë Britanike të drejtësisë dhe mbas pozitës që kam fituar me punën, me shkollën, me praktikën, me mbështetjen e sistemit të drejtësisë britanike në një më të mirë në botë, si unë janë inkuadruar me qindra e me mijëra qytetarë shqiptar, të cilat e ndjejnë sot me shumë shpirt, me shumë kënaqësi Britaninë si shtëpia e dytë e tyre. Pavarësisht faktin që kur nuk harrojmë që janë shqiptar. Absolutisht. Atë nuk e harrojmë, mi fjalë pavarësisht kudo që të jetojmë, nuk diskutohet. Por kur kam bërë njoftimin që do jesh ti në emision sonde, më ka bërë përshtypje, kam patur disa pyetje, kush është vështirësia më e madhe, pra po bëj një përzgjedhje, mi fa një përmbledhje të atyre, vështirësia më e madhe e pajisjes me dokumenta dhe kush është shansi për të pas dokumenta angleze? Pak a shumë. Britania ka një sistem totalisht të ndryshëm nga Evropa e Bashkuar, ka një sistem ligjor totalisht të ndryshëm i bazuar ndoshta unik në botë, dhe ndryshe edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Australia dhe nga Kanadaja. Dhe duke qenë se ka një sistem unik të tillë, në përgjithësi, në qoftë se një person dëshiron ose do të zhvendoset në Britani dhe nuk ka leje qëndrim për hyn në mënyrë të paligjshme për interesa personale, për një jetë më të mirë, për të punuar dhe për të gjetur një jetë të re, nuk ekziston një sistem i tillë që në mënyrë të tillë mund të qëndrosh në Britani në mënyrë të ligjshme të përfitosh leje qëndrimi. Vetmja mënyrë në të cilën qytetarët e huaj, të cilat vinë nga vende lufte, nga vende në konflikte, nga vende mungesë stabiliteti, nga vende mungesë rendi, drejtësie, shteti ligjor, një përfshi fatkeqësisht edhe Shqipëria, dhe kanë probleme me garantimin e sigurisë të jetës dhe të identitetit personal dhe mbrojtjes së lirive dhe drejtave themelore këtyre individëve, atëherë është sistemi ndërkombëtar të drejtës për kërkuar azil në Britani dhe për kërkuar mbrojtje ndërkombëtare, të cilën e cila aplikohet edhe për shumë në mijëra shtetas shqiptar që kanë ardhur ndër vite në Britani dhe shumë prej tyre kanë arritur të përfitojnë leje qëndrimi, kanë arritur të përfitojnë jo vetëm nëpërmjet azilit, por gjatë periudhës që kanë në Britani kanë krijuar marrëdhëniet e tyre familjare, janë martuar, janë bërë me fëmijë ose kanë gjetur kontrata pune, kanë punuar, janë edukuar këtu, kanë dhënë kontribut në shoqërinë britanike dhe kanë arritur nëpërmjet sistemit të pikëve që ekziston në Britani të marrin leje pune dhe pastaj të punojnë në institucione shumë të rëndësishme në Britani, por edhe në punët e përditshme siç është ndërtimi ose restorantet, sistemi i mirëpritjes dhe por ajo që do të them që vështirësia më e madhe e qytetarëve shqiptar në Britani për të pajisur me leje qëndrimit është fakti që Britania nuk pranon emigrant ekonomik të paligjshëm. Absolutisht. Sigur ka bërë dhe Gjermania, sepse edhe Gjermania ka pas bajgit të shënguar ligjet, por kjo i ka lehtësuar pak, i ka riedukuar ligjet. Duke parë në Britani, duke parë se çështja e emigracionit paligjshëm, emigracioni masiv
ardhja e numrit të madh emigrantësh të huaj nga gjithë bota kanë ditur një farë racizmin ndaj të huajve dhe ngritjen e partive të ekstremit të djathtë, siç është partia Reform UK, një politikani të ekstremit të djathtë Nigel Farage, atëherë qeveritë, si ajo konservative e përpashme, edhe kjo laboriste e sotmja, janë detyruar që të përshtaten kërkesave të qytetarëve për limitimin ose shkurtimin e emigracionit, frenimin e emigracionit pa ligjshëm, por edhe shkurtimin e emigracionit të ligjshëm. Kjo padyshim ka krijuar vështirësi për qytetarët shqiptar, sidomos ata që janë në mënyrë pa ligjshme në Britani, por edhe për ata që dëshirojnë të vinë në mënyrë të ligjshme, duke qenë se Britania vazhdimisht në vend që të liberalizojë pak sistemin e emigracionit që ka ndodhur në Gjermani, ajo vetëm ka ardhur duke frenuar, duke ngushtuar dhe duke e luftuar emigracionin si një ndër arsyet pse qytetarët britanik janë të pakënaqur me qeverinë e pashme edhe me aktuale sot. Shiko, unë të jam mirënjohës dhe falenderues për këtë shpjegim, por unë do kam dëshirë, pra jo thjesht dëshirë, sepse ky është tashmë është problemi i ditës, po themi për të gjithë ne shqiptarët, qoftë për shqiptarët në Shqipëri, qoftë për ne në diasporë, pra protesta dita 19. Dhe duke patur parasysh që ti ke qenë edhe i angazhuar, mos qofsha gabim, ke qenë edhe kryetari i degës i Partisë Demokratike në Londër, por ke qenë i angazhuar me pjesën politike, vazhdimisht një aktivist, një zë përcjellës, pra nuk e heshtur. Si e shikon protestën këto 19 ditë? Se bëm një lidhje, ose dhe ti vetë the në fillim për fjalë, në 91-shin shqiptarët protestuan sepse ndryshuam sistemin. Sot jemi mbas 36 viteve dhe është e njëjta thirrje, e duam Shqipërinë si Evropa, liri, demokraci. Pra është gati e njëjta gjë si në 91-shin. Si e shikon realisht ti edhe nga ana profesionale, nga ana ligjore, nga ana e emigracionit? Leonard, kur ndryshoi sistemi politik në Shqipëri dhe menduam që ra komunizmi, paktën zyrtarisht, ra komunizmi, unë kam qenë në moshën 15 vjeçare dhe nga atë moshë jam bashkuar protestave dhe ishte një ndjenjë absolutisht jashtëzakonshme, çlirimi nga kthetat e komunizmit dhe dëshira shumë e madhe për një Shqipëri, për liri dhe demokraci dhe për një Shqipëri si gjithë Evropa. Por çfarë pam? 35 vite kanë kaluar, 36 vite nga rënja shembja e murit të Berlinit në Shqipëri, rënja e komunizmit, por megjithëse ne menduam padyshim që ka rast sistemi i komunizmit, aktorët e atëhershëm të komunizmit vetëm ndryshuan qëndrim dhe ndryshuan porta dhe ndryshuan me qëllim sistemin e lejuan të ndryshojë në mënyrë që ata trashëgoshin të njëjtën pushtet, jo politik, por ekonomik dhe sundimin e tyre ta vazhdonin në mënyrë tjetër ndaj qytetarëve shqiptar për të mbajtur ata nën kontroll. Dhe në vitin 1990 ishte zoti Berisha, Sali Berisha, i cili ju priu demonstratave, ju priu ndryshimit që solli rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Unë sot, mbas gjithë këtyre vite, mbas 35 viteve, sa shumë gjëra kanë ndryshuar dhe unë kam vetë djalin e kam paktën 18 vjeç dhe djali im sot në shtëpi njeh si udhëheqës politik në Shqipëri Sali Berishën. Është absolutisht një fatkeqësi që politikanët në Shqipëri si Sali Berisha dhe Edi Rama kanë arritur të krijojnë një tutel në Shqipëri, një kontroll totalisht të sistemit politik, ekonomik, social, ligjor, kulturor dhe të shtrin kthjetrat e tyre nëpërmjet mbretërisë që ata kanë nga ana financiare dhe të sundojnë Shqipërinë si pashallëqe, si birajetet e tyre dhe të poshtërojnë çdo shqiptar, t'ju marrin çdo pasuri, të largojnë gjysmën 50% e qytetarëve shqiptar të detyrojnë të quhen diasporë, të lënë Shqipërinë një vend të zbrazur, një vend i cili po shpopullohet
Dhe unë dhe ti jemi dëshmitar në vizitat që bëjmë në Shqipëri, po sidomos në Martësi të Madhe, ku sheh shtëpia të braktisura, lagjen e të cilat unë dhe ti kemi jetuar që kanë pas me Qina. Mërmalli menaxhuj zon fëmijë kur shkon atje. Menaxhuj zon fëmijë mërmalli. Dhe janë kthyer në gërmalla dhe edhe ato shtëpi ose të reja që janë bërë në Shqipëri jeton një plak, 2 pleq ose asnjë dhe janë kthyer në thjesht shtëpi të braktisura. Shikon shkollat që s'kan asnjë nxënës, shikon shkollat të shkatruar, shkon në lagjen ku mund të ku ke jetuar përpara dhe shikon që nuk ka asnjë fëmijë. Është vetëm popullsi që po plaket ose politikanët shqiptar për ditë pasurohen, për ditë shpërdorin fondet e shtetit, për ditë varfërojnë çdo ditë qytetarën shqiptar, nuk i japin një mundësi të riut për të jetuar në vendin e vet dhe Shqipëria të zhvillohet në mënyrë që të trashëgohet Shqipëria në breza, siç ka ndodhur gjithmonë, por kanë arritur në një situatë që shqiptarëve ju kanë sjellur litarin në fyt dhe pas 36 viteve sot është absolutisht të drejtë që çdo qytetar shqiptar të ngrihet siç po ngrihet sot, pavarësisht ajo rini e vogël që ka mbetur në Shqipëri, të kërkojë të drejtat e saj dhe të kërkojë që kjo klasë politike, kjo klik politike që ja ka vënë litarin në fyt shqiptarëve brenda jashtë vendit të shporret dhe absolutisht mbështes në çdo moment, çdo protestë paqësore, demokratike që po zhvillohet në Tiranë për 19 ditët e fundit dhe në çdo shfaqje time mediatike në rrjetet sociale ka mbështetur absolutisht ndryshimin që duhet të vijë nëpërmjet këtyre protestave, nëse duam që Shqipëria të bëhet një vend evropian, nëse duam që Shqipëria të mos shuhet, nëse duam që Shqipëria të mos praktiset dhe të mbetet një vend azil pleq, dhe pasi këta pleq të vdesin dhe të largohen në mënyrë natyrale, Shqipëria të shuhet dhe mos të ekzistojnë më si hartë. Dhe unë mbështes padyshim thirrjen e vetme dhe fuqishme që çdo shqiptar duhet të bëjë sot, përveç pak Shqipërinë si gjithë Evropa, të cilën e kërkuan për 35 vite, tani thirrja kryesore do të jetë Ramanburg-Berishanburg. Kështu po thon, Naim, po thon Ramanburg-Berishanburg. Por problemi është që ne nuk po i fusim burg ta dy. Pra, problemi është që nëse nuk çahet sistemi, nëse pra nuk hiqen këto barriera të këtij sistemi, sepse Rama dhe Berisha, sepse mund vjen keq për ata kujtes shkurtërit, sepse këtë problem që ka Shqipëria sot ne kemi që në 2008 kur Rama dhe Berisha ndryshuan kushtetutën. Pra nuk është një problem i lindur pa dashje këtë periudhën e fundit. Por kjo është një sistem që ata kanë ngritur vetë. Unë kam tek problemi, unë kam të parë të tyre komunist. Absolutisht. Pra problemi është tash, kjo protestë Ramanburg, Berishanburg, okay, por si do thyet ky sistem? Sepse nuk po shohim pikat e qarta, nuk po shohim një qartësi, një kupol dikush që ta drejtojë, ore dalin disa burra më thonë do bëj lëvizje politike, kjo do ndryshohet. Pra, a mos vallë se po do të dal këtu. A mos vallë pa dashje, nëse nuk reagojmë me mend, pa dashje do ngelim prapë si mas 91-shit. Leonard, qytetarët shqiptar janë të revoltuar dhe kanë një urrëtie të jashtëzakonshme ndaj atyre që për 35 vite vazhduan një politikë fatkeqe që ndoqën të parët e tyre për 50 vite në Shqipëri dhe nuk lejuan që qytetarët shqiptar të jenë të lirë, të përparojnë, të krijojnë familjet e tyre, të krijojnë të ardhmen e tyre, po ndan nënat nga bitë e tyre, vëllezërit nga familjet e tyre, i lan pragjet e votrave pa fëmijë edhe shkatruan totalisht Shqipërinë dhe kjo zemrat që ka shpërthyer që këto 19 ditë në Shqipëri e kishte sebepin nga një projekt i familjes Trump dhe por shqiptarët nuk janë kundër investimet huaja, megjithatë kjo shërbesh një shkendi për të ndezur atë frymën e revoltës kundër një sistemi 35 vjeçar të ngritur nga dy partitë kryesore që në tukje kishin programe të ndryshme, por në bazë kishin të njëjtin qëllim në nshtrimin e qytetarëve shqiptar ndaj vasalitetit të tyre,
ndaj pasurimit të tyre, ndaj vjedhjes masive të pasurisë kombëtare dhe qytetarëve shqiptar, dhe kjo e grumbulluar nga shqiptar brenda jashtëvendit, të cilët i kanë bërë të huaj duke pasur Shqipërinë një vend të mrekullueshëm, i kanë detyruar të marrë rrugët botës, po kanalizohen, kjo urrëtie po kanalizohet në protestat përditshme demokratike që janë shembull, faktikisht janë shembull për vendet ku jetojmë unë e ti, janë shembull për vendet evropiane kudo që janë edhe pa Amerikën e kudo. Prandaj këto protesta duhet të vazhdojnë, dhe çdo qytetar shqiptar duhet t'i mbështetë. Dhe është një frym që i ka munguar Shqipërisë për 35 vite, në shumë vite partitë i tërheqin zvarr qytetarë shqiptar për të marrë në mitingjet e tyre, për interesat e tyre, për të votuar, për të votuar ata që jetonin të pasur, që të shfrytëzonin këta qytetarë që u merrshin votën dhe i hillshin pastaj pasi të kishin marrë votën. Kjo duhet të marrë fund. Dhe vetmja mënyrë për të marrë fund është për të thyer sistemin e ngritur nga dy aktorët kryesorë. Kjo duhet patjetër, kjo duhet të jetë themra e akilit. Absolutisht. Dhe mënyra se si thyet ky sistem është me qendresë popullore, me frymë të rinisë si asnjëherë më parë. Ndoshta në versionin ku ndodhet Shqipëria sot, ndoshta përpara edhe në vitin 1990, rinia do të jetë lokomotiva, simboli i këtij ndryshimi, sepse pa rini nuk ka Shqipëri, dhe ajo rini e vogël që ka mbetur duhet të rezistojë, dhe rinia nga diaspora duhet të bashkohet, dhe Shqipërisë duhet të japim një demokraci, dhe sistemi i kalbur 35 vjeçar që kemi tash duhet të hidhet poshtë. Do të thoni ju çfarë do ndodh në qoftë se Rama dhe dërheqen ose Sali Berisha u largua nga skena politike. Ne kemi vujtur nga kjo sindrom për shumë vite. Ne mendonim që po kur viste Enver Hoxha ne do të dukeshim si kom. Asgjë nuk ndodhi. Iku Rami Dalia asgjë nuk ndodhi. Iku Vatos Nano para sa kohësh asgjë nuk ndodhi. Populli kombi do të jetë mi individin. Ne kemi ngritur një kult komunist, kulmin e individit, dhe kjo ka shkatëruar Shqipërinë në gjenet. Jam i sigurt që pas kanalizimit të kësaj urrëtie të qytetarëve shqiptar në sistemin aktual, do të ketë faktor progresist brenda dhe jashtë Shqipërisë, në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, me Britaninë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, me Bashkimin Evropian, që do të nxjerrin një elitë të re politike që do t'i prijë vendit në ditët dhe javët në vazhdim. Këto protesta duhet të kanalizojnë urrëtien e qytetarëve shqiptar, dhe urrëtia e qytetarëve shqiptar duhet transmetohet në një ndryshim politik, në një qeveri ndoshta të stabilitetit, një qeveri teknike, ku dy partitë kryesore të mos kenë mundësinë më të vjedhin votat, të vjedhin shqiptarët, por të kemi një zgjedhje politike me element, me parti të reja, ose me element progresist brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë në diasporë, sepse diaspora është 50% e qytetarëve shqiptar jetojnë jashtë. Shiko, kuptojmë diçka, edhe për dëgjuesin mi fjalë, sepse Rama mundet me bëj një ndërlidhje shumë të bukur. Pra mundet ai më dhënë dorëheqje, por ka 83 mandate në parlament. Dhe mundet me dhënë një dorëheqje dhe e çon vendin në zgjedhje të parakohshme. Pra me kushtetutë brenda 45 ditësh duhet të shkojë vendi në zgjedhje. Problemi është marrësh informacion sa më të kesh ose nga ana ligjore ndoshta. A është në kohë që nëse ndodh ky skenar, kjo lëvizje mos të fashitet, por si të bën për të akumuluar votat diku? Padyshim, sepse duhet i kemi frikë, duhet i kemi frikë si Ramën si Berishën. Unë nuk e kam problem fare të them, sepse gjithë kjo pasojë politike, gjithë ky sistem i mbyllur dhe i mbrapsht është fal këtyre dyve që në prill 2008-s. Le ta filloj këtë përgjigje nga opozita, ose opozita e shitur, ose opozita e krimit, ose opozita e bashkëpunimit, e cila është marrë peng nga qeveria dhe nga Edi Rama, e cila nuk e hap gojën dhe bashkëpunon diçka që përdan tendrat bashkë, betarët bashkë diçka. Prandaj ata protestues që janë sot në shesh dhe për ditë në shesh janë opozita reale, janë rinia vërtet Shqipërisë,
janë ata që i bën opozitës dhe mazhorancës në Shqipëri. Në radhë parë. Po të kalojmë tek kryeministri aktual Edi Rama, le të themi që nga viti 2013 kur ai ka ardhur në pushtet, me 10 mijëra shqiptar janë larguar nga trojet e veta, të paktën në vitin 2022, të paktën 14.500 qytetarë shqiptar u detyruan nga kushtet, nga mënyra se cile po qeveriste Edi Rama të vinë me gomone nga Franca drejt Britanisë të kërkojnë azil në Britani. Edi Rama i ka shumë llogari qytetarëve shqiptar dhe ai mundohet të friksojë qytetarët që këta janë të organizuar, këta flasin kod, bërtasin kod, dalin bulevardit, po se nuk kanë asnjë kauzë, nuk kanë asnjë qëllim. Po çfarë kauze më të madhe do të ketë se largimi i kësaj klase politike në pushtet që i ka larguar gjysmën e qytetarëve shqiptar nga Shqipëria. Zoti Rama tha që un po të bëj zgjedhjet, po të bëj zgjedhje sot, po të jap ndërheqjen edhe të thras zgjedhje të reja, tha që un do të marr jo 93, po do marr 100 mandate tani. Por zotri, problemi është nëse Shqipëria është xhungël, padyshim që të bënte një gjë të tillë. Por Shqipëria është një vend antar i NATO-s, Shqipëria është një vend kandidat në Bashkimin Evropian dhe siç e thot vetë zoti Rama, aderon që në vitin 2013 ka aplikuar të aderojë në familjen evropiane dhe Bashkimin Evropian, dhe si e tillë, edhe zoti Rama nuk ka ku të shkojë përveç se të sillet në brenda kritereve dhe kornizës kushtetuese evropiane si një vend i Evropës. Dhe jam i bindur se si i tillë, edhe zoti Rama e ka kuptuar mirë, edhe sikur të rrasi zgjedhje të bëjë zgjedhje, ato zgjedhje nuk do të njihen rrallëpar nga qytetarë shqiptar, dhe qytetarë shqiptar pavarësisht asaj nuk do t'i votojnë, nuk do të marrin pjesë në ato votime, dhe mënyra më e mirë vetme është krijimi i një qeverie stabilitetit, një qeveri teknike, me teknokrat, me zyrtar brenda dhe jashtë vendit që kanë eksperiencë në drejtësi, në ekonomi, në edukim, në shkencë, në sisteme të ndryshme të funksionit të shtetit, në mënyrë që të bëjnë të mundur krijimin e sistemi në një ambienti të përshtatshëm për një konkurrencë të lirë politike, për ide të ndryshme politike dhe krijimin e forcave dhe funksionimin e forcave të reja politike dhe ndoshta reformimin e forcave ekzistuese politike, në mënyrë që pas një viti të kemi një zgjedhje në Shqipëri me një mentalitet tjetër, me një qeveri që garanton votën e qytetarëve shqiptar dhe nuk mbështet dhe nuk përkrah zgjedhje ku ato votat blehen përpara se të jenë futur në kuti dhe zgjedhjet janë formale dhe rezultatet janë thjesht formale sepse krimi dhe kriminalët kanë bashkuar votat bashkë dhe kanë zgjedhur në parlament shërbetorët e tyre për të shërbyer pasurisë dhe vjedhjes së Shqipërisë. Naim, shiko, do më lejosh ndoshta po të them pak në retrospektiv, por para një viti, pra gjithë po thosh se komplet elektorati i djathtë sidomos ishte pothuajse i sigurt që opozita do vinte në pushtet, Partia Demokratike do vinte në pushtet. Dhe humbi me atë rezultat që askush se kishte menduar, ndoshta as vetë Rama se kishte menduar ashtu. Ndoshta edhe ati i doli jashtë kontrolli. Dhe për një vit ne po shikojmë një opozitë gjithnjë më shumë të vënitur, gjithnjë më shumë me probleme, gjithnjë më shumë përplasje dhe duke qenë se edhe veti je një kontributor i opozitës shqiptare, qoftë edhe në diasporë, qoftë edhe atje, çfarë gabimi po bën opozita, ose çfarë duhet të ndryshojë opozita që të marrë këtë frymë qytetare, që të mbushet me frymën e shpresës së qytetarëve? Unë kam qenë demokrat me shpirt dhe me zemër që nga viti 1990, siç të thash, dhe kam aderuar zyrtarisht në Partinë Demokratike që nga viti 2015, kur në drejtimin e saj e mori zoti Lulzim Basha, por e konstatoj me shumë keqardhje që i vetmi drejtues dhe pronar i Partisë Demokratike i opozitës ka qenë një i vetëm dhe është Sali Berisha. Mos harrojmë se në vitin 1996 kur Partia Demokratike, të cilën unë kam mbështetur për kohë gjatë, ishte në pushtet,
nëpërmjet presidentit të asaj kohe, zotin Berisha, arriti në farë mënyrë në referendumin e vitit 1994 dhe në vitin në zgjedhjet e vitit 1996 masivisht të zgjedhjet të siguronte pushtetin e saj që bashkë me piramidet e ngritura nga ata vetë katëruan Shqipërinë në vitin 1997 dhe ishte zoti Berisha vetë i cili nuk dha dorëheqjen dhe po të ishte një burr shteti do të jepte dorëheqjen dhe askush nuk do të pritëshe, asnjë gjë nuk do të ndodhte në Shqipëri, por nuk e bëri. Dhe pavarësisht kësaj, ai arriti në pushtet të kthehen në pushtet në vitin 2005 me votën e qytetarëve shqiptar. Por çfarë pam? Ai vazhdoi me të njëjtën politikë dhe faktori ndërkombëtar nuk qëndruan indiferent dhe arritën në atë stad të tillë ku shpallën zotin Berisha, një person të padashuruar për korrupsion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për korrupsion dhe minim të demokracisë. Në të njëjtin shembull e ndoqi edhe Britania e Madhe ku jetoi dhe pjesë e sistemit drejtësisë pjesë të cilit jam edhe unë, dhe zoti Berisha është i shpallur, i padëshiruar, është i shpallur një person sikur ju hoq në para javë. Sikur ju hoq para një javë kjo non grata Berishës. Zoti Berisha nuk është i hequr asnjë non grata, as në Britani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka marrë një waiver për arsye shëndetësore, mesa duket se akoma nuk është konfirmuar dhe pritet të shihet nëse ai vetë nëpërmjet këtij waiveri, pavarësisht se është i shpallur, i padëshiruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të udhtoj për arsye të veçanta që ai vetë do t'i bëjë ditur shëndetësore. Por aq më shumë mas gjithë këtyre viteve, në gratën më të madhe ja kanë vënë qytetarët shqiptar dhe unë nuk kam besuar për një moment që zoti Berisha do të fitojë zgjedhjet, nuk kam besuar për një moment që zoti Berisha është ardhmja e Partisë Demokratike dhe Opozitës në Shqipëri, aq më shumë dhe akuzat që janë bërë zyrtarisht nga SPAK, struktura e posaçme antikorrupsion dhe drejtësia në Shqipëri, duke parë izolimin total ndërkombëtar, izolimin brenda vendit nga organet e drejtësisë në Britani, në Shqipëri, atëherë zoti Berisha, nëse ishte burr shtetit, duhet në momentin që zoti Luzim Basha e largoi nga Partia Demokratike, duhet të hiqeshe nga politika dhe t'ia linte Partinë Demokratike përfaqësuesve legjitim të saj dhe të mos përfshihen më politikë. Përfshirja e tij, aktet e 8 janarit 2021 të dhunimit të institucionit Partisë Demokratike dhe marrja uzurpimi i Partisë Demokratike me dhunë dhe veprimet e njëpasnjëshme në kundërshtim total me direktivat e partnerëve të ndërkombëtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë dhe Bashkimin Evropian, e kanë zvogëluar Partinë Demokratike në irrelevancë, në një parti që nuk ekziston, që nuk jep asnjë shpresë, që nuk jep asnjë alternativë dhe me të vërtetë qytetarët shqiptar që janë sot në shesh, të rinjtë të reja thonë opozita jemi ne, jo Partia Demokratike. Partia Demokratike e ka humbur legitimitetin e saj për të qenë parti e alternativës dhe nuk është në krah të qytetarët, por është në krah të zotit Rama, të pushtetit, të sigurimit të ekzistencës një vendi të zotit Berisha si kryetar zyrtar i Partisë Demokratike për të përballë me drejtësinë shqiptare, për të përballë me faktorin ndërkombëtar dhe me pozitën e tij si i padëshiruar ku asnjë personalitet ndërkombëtar as nuk e njeh, as nuk e takon, as nuk e pranon dhe as nuk duhet t'ia di se kush është ai. Prandaj gjendur në një izolim total, demokratët ne kemi bërë thirrje të paktën që nga viti 2021 të largohemi nga një mendësi e tillë dhe zoti Berisha të distancoheshe nga ai mirë se okay, doktor Berisha nuk u distancua, por kur I kishte me 30 maj, 20 maj, kur ishin zgjedhjet në Partinë Demokratike, dhe madje ai sikur e mbylli më tepër sepse edhe kandidatët që kandidonin për Partinë Demokratike nuk u lejuan. Dhe nëse të bëj një pyetje të drejtë për drejtë.
Brenda Partisë Demokratike vazhdon ai debati fryma Basha dhe fryma tradicionale, po themi Berisha? Mënyra vetme që zoti Rama mund të qëndronte në pushtet ishte duke përdorur zotin Berisha, i cili nuk kishte absolutisht zero shanse për të ardhur në pushtet, zero shanse për të fituar zgjedhjet, dhe mënyra se si ai mund të kontrollonte opozitën ishte duke i hequr me vendim gjykate vulën për autoritetit zyrtar të Partisë Demokratike që u drejtua nga zoti Basha, dhe duke ia dhënë atë zotit Berisha, të cilin tani ai më tash e përdor për interesat e tij personale për të qëndruar vetë në pushtet, dhe Berishës i intereson që të rri në karrigen e shefit të opozitës për ta përdorur si llogore në mbrojtje nga faktori ndërkombëtar dhe nga drejtësia shqiptare, dhe ajo që duhet të them është dhe që ka kulminuar me shkatrimin total për të Partisë Demokratike, është zgjedhjet e fundit që zoti Berisha bëri duke kandiduar përballë vetës në një zgjedhje pa shoqe për Shqipërinë, edhe në kohën e Enver Hoxhës, diktatori Hoxha kishte Frontin Demokratik dhe nxjerrte disa kandidat kukulla për të votuar, dhe kurse sot zoti Berisha zgjodhi të përballë të kandidojë Berisha kundër Berishës, dhe ai ishte gabimi më fatal, dhe qytetarët shqiptar tashmë i kanë larduar me Partinë Demokratike, me partinë e drejtuar nga zoti Berisha, dhe duhet padyshim ose nëpërmjet sistemit gjyqësor, e cila i kujtoi qytetarëve shqiptar që çështja e vulës akoma ndodhet në gjykatën e lartë dhe nuk është shqyrtuar, dhe drejtësia duhet të bëjë punën e vet të takojë aty ku duhet të shkojë, ose të krijohet një formacion i ri politik që të hel poshtë këtë klim qare anti-shqiptare të largimit dhe poshtatitjes të Shqipërisë, dhe të krijojë një frymë të re, një front opozitar që të vajsoj interesat e rinisë shqiptare, qytetarëve shqiptar, dhe të japë shqiptarëve ta ketë detyrë historike, të japë shqiptarëve një alternativë të re qeverisë për Shqipërinë, për kombin. Në qoftë se kjo arrihet, atëherë të dyja këto parti, të dy këta lider, si Rama, si Berisha, bëhen irrelevant, dhe nëse do të kemi pas një viti zgjedhje të lira demokratike, do të shihni se partitë e tyre do të rezultojnë të humse. Po mirë, shiko, nëse pra sikur janë ngjasat mbasi viti mund ketë zgjedhje pra bashkë me zgjedhjet lokale, mund të jenë dhe zgjedhjet qendrore. Paktën kështu diskutohet, edhe marrësh informacion sa ka mund në rrethet të ngushta, edhe kjo tezë është e mundshme. Por unë pak a shumë e di përgjigje, se di se të më japësh përgjigje diplomatike, por unë do të pyes drejt për drejt. Lulzim Basha mund të kthehet sërish në politikë? Sepse ka kohë që nuk është dëgjuar, nuk është parë, nuk ka marrë një reagim. Unë nuk jam me një respekt të jashtëzakonshëm që kam për zotin Basha, me cilin kam punuar me vite, ruaj një respekt të jashtëzakonshëm si një lider evropian, të cilin shqiptarët ose politikanët shqiptarë nuk deshen të lanë shqiptarët ta kuptojnë si një lider perëndimor i edukuar dhe shkolluar në Evropë, ashtu siç jemi edhe neve. Zoti Basha arriti ajo që tha 5 vite më parë për të këndshën e Bermudës dhe për politikanët e korruptuar që një pas njëri do të viheshin para drejtësisë, ai e parajmëroi 5 vite përpara, dhe sot shohim zotin qytetar shqiptar që protestojnë Ramanburg, Berishanburg, por mos harrojmë që këmba tjetër e Trekançit është në burg. Edhe ai është i Dermeta, dhe unë nuk mund të bëj parashikime se nuk jam zëdhën si zoti Basha, nuk duhet të luaj rolin e tij. Në Shqipëri ka shumë politikan të nderuar, ka ekspert të nderuar, por edhe jashtë Shqipërisë që jetojnë në diasporë, që janë të gatshëm dhe kanë dhënë prova që i shërbejnë dhe duan të shërbejnë pa asnjë interesi vendit të tyre, Shqipërisë tonë të dashur, dhe besoj dhe shpresoj fort që me largimin e këtij sistemi të korruptuar, të kalbër që ka
i detyruar shqiptarët të reagojnë nga sytë këmbët, të kemi një alternativë të re dhe politikanët progresist të kenë mundësi të shprehin alternativat e tyre dhe vullnetin për një Shqipëri evropiane qytetare dhe demokratike. Shiko, të bëjmë pak një ndryshe bisedë. Edhe ti vetë the pak më parë që rreth 50% të shqiptarëve kanë emigruar për janë në diasporë. Pra në diasporë tashmë nuk kemi emigracion ekonomik. Tashmë kemi një emigracion intelektual, emigracion i trurit. Po për vetëm kësaj ne kemi fëmijët, kemi rini që po rritet në diasporë, pra kemi brezin e tretë që rritet në diasporë, që shkollohet këtu e gjitha. A i ka koha Naim që mos e shikon më diaspora si remitancë ekonomike, por diaspora duhet të faktorizohet, pra të ketë një lëvizje të vetën, të kërkojnë qoftë të kodit zgjedhor, të ketë, ku diun, vendet e vetën parlament, apo pra të jetë, si thosh, faktor në politikën shqiptare. Mendon që i ka koha, apo jemi të vonuar, apo jemi herët, si e mendon? Leonard, jo vetëm që e ka koha, po jemi për ligji që nxorën në parlament për zgjedhjet e kaluara dy partitë kryesore dhe ata që sot kërkojnë shumica shqiptarëve që të shkojnë në burg, ishte thjesht për fasad, ishte thjesht për të shërbyer arritjes së numrave dhe dëshirave dhe interesit tyre për të mbajtur pushtetin njëri, pushtetin dhe tjetri opozitën. Ne nuk pam në një alternativë që ofrua opozitës si nga opozita, ashtu dhe nga qeveria diasporës, pjesës gjysmës të qytetarëve shqiptar që janë aksionerët kryesor që kanë mbajtur gjallë Shqipërinë për 35 vite me remitancat e tyre, me kontributin e tyre të përditshëm, jo vetëm në mënyrë morale, por dhe materiale në mënyrë të vazhdueshme për 35 vite, por ata çfarë bën? E ndërtuan një sistem të tillë, duke kërkuar duke kërkuar thënë që do të votonin në mënyrë të lishme, por duke shtrënguar familjarët e atyre që shkonin për të votuar, sepse pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar që jetojnë në diasporë i urrënin dhe nuk kishin dëshirë dhe nuk donin të votonin duke. Prandaj u pa nga jashtëzakonisht miliona shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, numri i votuesve ka qenë minimalisht shumë i vogël. Shumë i vogël. Një përbuzje totale të qytetarëve shqiptar, sepse sistemi i votimit për diasporën ishte një sistem totalisht i bërë me qëllime për të maksimizuar votën e tyre, ata për të qëndruar dhe për të qeverisur të qetë njërin qeveri dhe tjetrin opozit, por duhet me ndryshimet që duhet të vinë me një qeveri teknike që duhet të ketë një afat një vjeçar, duhet që kjo qeveri të bëjë prioritet që vota e diasporës të jetë drejt për drejt dhe përfaqësia e diasporës të jetë barabartë në proporcion me numrin e qytetarëve shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe bashkëqeverisja e Shqipërisë të jetë e njëjtë brenda dhe jashtë Shqipërisë në mënyrë që të kemi një kombinim, një gërshetim të intelektit, të figurave intelektuale që do të kontribuojnë drejt për drejt për një Shqipëri evropiane dhe ta çojnë Shqipërinë drejt Evropës. Sepse thash pra, është problemi se mirë brezi jonë, pra ky brezi ndërmjetëm, po themi me prindrit në Shqipëri, ne që jetojmë këtu, po është gjithmonë një brez i tretë që pothuajse po mbahet distancuar e dislarguar nga vendlindja dhe nëse edhe ne nuk do bëjmë diçka, nëse edhe ne nuk do reagojmë, nëse edhe ne nuk ndërtojmë politika të mirëfillta se si ky brez duhet të ndjehet pranë vendlindjes, pastaj jemi totalisht si thosh të humbur, e kemi humbur daval, e kemi humbur luftën. Por dua Patëshim Bernard. Po. Jo, okay. Pra kjo është sepse vëmre që edhe shoferi një ambasade vjen nga Tirana. Më thon mendja se s'kemi ne rini këtu as për shofera, jo më për diplomate, për shumë çka se nuk është thënë të çosh vetëm deputet në parlament. Problemi është se si të angazhohet diaspora në qeverisje, në vendimarrje, në ndërtim ligjesh e tjerë gjitha më radhë. Në Leonard Brezi, mënyrën se si angazhohet brezi i tretë ose fëmijët tanë, të cilët janë lindur këtu, janë edukuar këtu,
është një zgjim total, kombëtar, një përfaqësim, përqafim i dinjitetit ton kombëtar, duke i cili fillon nga sistemi politik në Shqipëri, nga ajo shpalosja e energjive të pashteshme që Shqipëria ka, dhe nga krijimi një elite politike shqiptare që e thith trurin e shqiptarëve kudo që është brezi i dytë dhe i tretë, dhe na bën krenar neve të temin rrallëpar brezit të dytë, të cilët jemi larguar nga Shqipëria dhe të kthejmë kryet nga Shqipëria, dhe padyshim kjo dëshirë e jona ushqehet drejt për drejt pastaj të fëmijët tanë, të cilët e shohin me krenari Shqipërinë si një mundësi dhe jo si një përbuzje. Prandaj janë të gjitha të gërshetuara që sa më stabile, sa më demokratike, sa më gjithëpërfshirëse që është klasa politike, shteti dhe qeveria në Shqipëri, aq më shumë qytetarë shqiptar kudo që janë në diasporë do të ndjehen, do të kenë atë sensin, ndjenjën e krenarisë kombëtare dhe do të kthehen vetë për të kontribuar në Shqipëri si brezi i dytë, si brezi i tretë, aq më shumë fëmijët e tanë, sepse duan ta njohin vendin e tyre, ta njohin dhe ta kultivojnë identitetin e tyre kombëtar, por qeveri të ndryshme, si ajo e socialiste dhe ajo demokratike dhe ky sistem që shqiptarët thonë me vërtet, me drejt thonë Rama në burg, Berisha në burg, kanë investuar që shqiptarët të largohen, kanë investuar që Shqipëria të mbetet e shkret, kanë investuar që tokat shqiptare të shiten, kanë investuar që Shqipëria të mbetet një vend që po shkon drejt shkatërimit dhe drejt zhdukjes. Sa më parë që ndalim të dhe krijojmë politika për një Shqipëri gjithëpërfshirëse për çdo shqiptari, jam e sigurt se fëmijët e mi, fëmijët e tu, fëmijët e shumicës së shqiptarëve do të kthehen në Shqipëri dhe të kontribuojnë për një Shqipëri për të cilën të jenë krenar dhe të thonë jam krenar që jam shqiptar. Shikoni, okej, opozita është kjo që është. Mazhoranca është ajo që është. Dhe më thonë të drejtën, mua më bën diçka çudi dhe më dhëm, nuk më vjen turp të them që kam edhe dhimbje, sepse po vë re që mi fjalë që edhe figurat të Partisë Socialiste që janë figura akademike, që janë figura intelektuale, njerëz me peshë, kanë rënë pothuajse në gjumë, pra kanë pranuar atë nënpërkëmbjen e Edi Ramës. Fatkeqësisht, pra edhe tek Partia Demokratike po njëjta gjë, kemi të njëjtën kupol, të njëjtit njerëz, të njëjtat xhaketa. Tani, ikim prej këtu, shikon në Masani tek forcat e reja, tek partitë e reja që me vërtet janë të guximshme të thyejnë këtë sistem. Unë mendoj që partitë e reja që kanë dalë nga partitë ekzistuese janë thjesht, domethënë, filiza të asaj stati sistemi që i ka inkuadruar dhe këto parti i përdorin, nesër mund të përdorin për të ndryshuar thjesht lëkurën, por jo vesin. Dhe duhet të bëjmë kujdes shumë që Shqipëria në këtë dëshirë të madhe që ka për ndryshim me këto protesta në 19 ditë dhe që du të vazhdojnë në 20-21 dhe deri në ndërheqjen e kësaj qeverie dhe largimin e liderit të opozitës në Shqipëri, se duhet shkojnë të dyja dorë më dorë, përndryshe nuk kemi ndryshim vërtet në Shqipëri, atëherë duhet krijohet një alternativë e saktë. Jam i sigurt po punohet edhe në momentet që flasim unë e ti që një alternativë e tillë të jetë e gatshme si platformë për të shfaqur në një moment të dytë, pasi qytetarët shqiptarë të kenë shprehur zemrimin e tyre dhe të kenë realizuar atë që nuk ka realizuar në vitin 1990, ndërnyshimin total të sistemit politik në Shqipëri, dhe jam i sigurt që alternativë është në progres, po vazhdon dhe ka faktor shqiptar dhe padyshim në Washington, në Londër dhe në Bruxelles që po punojnë për një alternativë të ri. Kam më vënë parasysh bëjë këtë mi fjalë këtë alternativë, këtë informacion, po mendon që do jenë aq të fortë sa danat e këtij sistemi Ramës e Berishës nuk do i thyej, nuk do i shkërmojë, pra do mbajnë atë frymën, do sjellin shpresën, ndryshimin.
Mendon që janë kaq të forta këta njerëz, kjo lëvizje? Asnjë gjë në botë nuk ka që ndalë ndryshimin. Më falë, se ndoshta shiko, ndoshta po duken pyetje naive, por ti ke parasysh se përpiqem të jem edhe për dëgjuesin dhe të pas parasysh edhe backgroundin tan, apo do të përpiqem të kuptoj diçka më shumë. Absolutisht. Qytetarët shqiptar janë ngritur, i thonë në Shqipëri themi rrose bepi. Po u krijua një sebeb ai i absolutisht i Zvërnecit dhe qytetar shqiptar lindi një zgjim i përgjithshëm kombëtar, qytetar, sidomos të rinia shqiptare që mjaft më me shitje, mjaft më me përbuzje, mjaft më me përkëmbje, mjaft më në largim me shpopullim. Tani është fjala jon, është koha jon, është drejta jon. Dhe çfarëdo metoda që të përdor, si Edi Rama, si Sali Berisha, asnjëri prej tyre nuk mund ta ndalin e rinisë dhe qytetarëve shqiptar. Përpara e përmenda edhe më herë, përpara prindit detyroshin të merreshin fëmijët me zort, me shkuën protest, sepse ashtu thoshte partia për të ruajtur vendin e punës. Tash fëmia i thot që unë i kanë protest, do vish me mua. Nuk ka nevojë asnjë lloj nevoje që t'i thot kush të shkoj, sepse ka dëshirë vetë, sepse e ndjen nevojshme që Shqipëria ka ndryshim dhe kjo frym i ka munguar Shqipërisë dhe është risia më e madhe në këto 35 vite e Shqipërisë dhe nuk duhet të lejojmë për asnjë sekond që kjo frym as të venitet, as të zvoglohet, as të natëmohet dhe as të ndërhyhet të ketë infiltrim nga sistemi 35 vjeçar i ngritur në Shqipëri, por të jetë një rizgjim, një rilindje. Absolutisht. Me mirëfill, kombëtare, shqiptare, për të parën herë pas shumë vitës në Shqipëri. Shiko, ne flasim gjithmonë për qendër. Pra themi të ndryshoj Berisha, të ndryshoj Rama, të ndryshoj Kupola, pra që si kam emrat, po ne themi të ndryshoj Kupola të çat sistemi. Por që të zhvillohet një gjë e re ose që është zhvilluar kjo smundje, pra qoftë pozitivja, qoftë negativja, që të zhvillohet do të merret që në qeliz. Dhe kemi parasysh që po themi që në Marsit Madhe prej nga jemi të dy. Si e shikon Marsinë Madhe për shembull? Pra, sepse paktën në Marsinë Madhe unë me thënë të drejtën, shoh më keq se dje. Sepse unë kur shkoj Marsit Madhe, nëse nuk udhton me makinë ti s'ke as autobus, as mikrobus, as ke me çfarë shkon deri në Hantotit, s'ke me çka lëviz. Pra ne thamë edhe më përpara të kanë ngel njerëz të moshuar, kanë ngel pleq, jo të gjithë kanë mundësi të paguajnë taksi. Por nuk po duhet të flas thjesht për Marsinë Madhe, po dua të them që jemi të gatshëm ne të ndryshojmë që në qeliz, pra qoftë Marsia, qoftë Tropoja, qoftë Gjorokastra, pra sepse ky është një sistem në tërësinë e saj. Shqipëria ka trashëguar një sistem komunist dhe unë dhe ti jemi dëshmitar të mënyrës se si funksionoi sistemi totalitar në Shqipëri. Edhe unë adoleshent kam qenë, 13 vjeç kam qenë kur ka demokracia. Absolutisht, diktatura e Shqipërisë arriti të shpikë dhe të brumos njeriu e ri socialist në Shqipëri dhe i ndryshoi trurin, e shpërlau trurin shqiptarëve dhe i arriti aty një model si Korea e Veriut, që shikojmë sot. Atë sistem kemi kaluar neve, por me sa duket ai sistem u trashëgua thellë në shoqërinë shqiptare dhe e dëmtoi në gjenezë reagimin qytetar dhe kulturën qytetare të shqiptarëve dhe duke parë këtë ndryshim gjenetik të sistemit shqiptar, do thosha, e shfrytzuan më së miri liderët post 90-s në Shqipëri dhe e shfrytzuan për qëllimet e tyre, duke u pasuruar, duke u bërë pronar të Shqipërisë pa qenë, duke marrë çdo pronë të shqiptarëve, duke rishpërdar sistemin komunist të pronave dhe duke mos i çuar pronën te i Zoti asnjëherë. Po, problemi është tani ja ndryshojmë dot ne. Tani, me fjalë, tani ai hyet këtij ndryshimi, a mund të arrijmë?
Në vitin 1990, qytetarët shqiptarë s'kishin parë ndonjëherë asnjë gjë tjetër përveç se kishin parë komunizëm dhe diktaturë dhe mezisht kishin një televizion italian apo nga ish Jugoslavia apo kudo dhe nuk shihin botë fare. Mos harrojmë sot, mas 35 vitesh, 1 në 2 shqiptar jeton jashtë Shqipërisë. Ndoshta 70% e shqiptarëve dhe 80% e shqiptarëve kanë parë botën, kanë shëtitur nëpër botë dhe dinë se funksionon sistemi. Nuk mundesh ti në Shqipëri që në moment që një djali yt o imi bën një vepër kriminale, gjëja më e parë që do të bëj është të shkojë dhe të gjej mikun dhe si t'ia para prokurorit apo gjykatësit për ta dhënë përpara, por të krijojmë një mentalitet evropian, një mentalitet të bazuar në ligj. Kjo është e duhur. Shteti dhe ligji është mbrojtja që kërkojnë çdo qytetar dhe baza kryesore, shtylla kryesore është barazia përpara ligjit. Për këta, se si ka funksionuar sistemi tani, gjykatët qytetarët s'kan pas asnjë besim në gjykata, sepse gjykatët janë bler, prokurorët janë bler, avokatët kanë punuar si sekretarë të gjykatësve. Si funksionojnë në Britani? Kemi një sistem të tillë që unë as nuk e njoh gjykatësin, as nuk e njoh prokurorin, as njëri nuk më njohin mua, por të gjithë njohim ligjin dhe zbatojmë ligjin dhe kemi respekt për ligjin dhe ligji që është barabartë për aty. Kjo është genialja, po problemi është se sa do e arrijmë ne, pra problemi është se sa ne do arrijmë ta shpërbëjmë këtë smundje. Nga që pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë, nëse krijohet një qeveri ka për bazë sistemin evropian dhe përfshirjen e thithjen e trurit, thimin e qytetarëve shqiptar të larguar, do thosha, me pahir nga politika 85 vjeçare, atëherë nëse unë duhet kthehem në Shqipëri dhe të krijoj një klim biznesi, ti do të kthehesh në Shqipëri, atëherë padyshim që ti ke ardhur me një mentalitet, një kulturë jo të helljes se po them një gjë më vulgare, mbeturina nga maja pallatit, por të pasjes të koshës së plerave, ta pastrosh vetë dhe ta kesh krijuar mundësi që ti ta mbash vetë vendin ku jeton. Prandaj kemi një me fat që gjysa qytetarëve shqiptar janë qytetarë të Evropës, të qytetëruar dhe mos harrojmë se ne jemi komilash qytetarë, ne kemi absolutisht ne jetuar shumë rrymave. Pa diskutim për të shtensionuar pak edhe bisedën me fjalë, sepse mua më bën çudi që kur jemi këtu në Gjermani apo në Angli, me fjalë i zbatojmë rregullat 1-1, kurse kur shkojmë në Shqipëri, kupton, jo i shkelim, por ndoshta edhe më shumë se sa ata që jetojnë atje, me fjalë. Kjo më bën tash edhe kjo pjesë çuditësh, a mos ka ajër tjetër atje, a është një klim tjetër, ku diun, dhe ndaj jam pak skeptik te kjo pjesë. Kjo ta shoh shumë qartë, për shembull, jap shkon në pushime në Shqipëri. Edhe të ka ndodhur random ty e mua, të ndal polici, ai ndoshta dal për kundërvajtje, por ti i thua ja 10.000 lekëshin. Po, origjinal. Do mos krijoni kundërvajtje. Për një gjë në Gjermani, pa një gjë në Gjermani, të s'ke shans se flasësh. Është problemi se nëse thua policit ti zbato ligjin, polici s'e di për vetë se ç'është ligji. Në radhë parë. E dyta, i jep 10.000 lekëshin ai pull dorën. Çfarë janë këta? Çfarë janë? Është sistem i kalbëzuar, është sistem skandaloz. Absolutisht. Sepse jo vetëm se po është krijuar një mentalitet, një kulturë e përgjithshme se si çdo gjë të bëjmë që mos zbatojmë ligjin, por të kemi vetëm maliqin. Shiko, më thënë të drejtët, shiko, me qenë realista, jemi edhe ne vetë si popull i korruptueshëm, me fjalë. Vetë kemi qef ne të japim një bakshish policit, një lek doktorit, një lek infermierit, një lek mësuesit, një lek atij, një lek këtij, ne edhe kur shkojmë te njëri tjetri lëm lek. Me fjalë, ne më duket se kemi jemi edhe vetë si popull pak mrapsht me këtë perëndimit. Po se sistemi i tillë është i krijuar, se ti nuk i jep para doktorit, shkon te doktori të lënë me vdek aty, ose ti jep një ilaç që të bën edhe shumë më keq. A ka sistem të që të ankohesh? A ka sistem që të marrë përgjegjësi doktori? A ka sistem që ai doktor që merr para, ai doktor që nuk është neglizhent, jo vetëm largohet nga puna, po të futet në burg, nuk ka. Prandaj gjitha kjo vjen te forcimi i shtetit ligjor, forcimi i tarifave për dëshkimin dhe mbërjen shembull të pse janë dënimet në Britani ose në Gjermani të rrepta, është për të bërë shembull që qytetarët e tjerë të mësojnë nga dënimet
të mësojnë se çfarë ndodh nëse ti nuk zbaton ligjin, çfarë ndodh nëse ti ndjek vetëm krimin dhe çfarë ndodh nëse ti je i ndershëm dhe zbaton me ndeshmëri dhe përpikmëri ligjet dhe dispozitat. Exact. Shikoj, absolutisht nuk diskutohet sepse kot nuk është edhe shpreha në Shqipëri të në shqiptarët nivel që peshku qelbet nga koka, pra nëse nuk funksionon mirë koka, nuk funksionon mirë qeverisja, gjitha me rrallë, pastaj normalisht që ky produkt do të jetë. Ne kthehemi pak tek protesta. Sa je angazhuar ose si është angazhuar diaspora në Londër për protestat dhe ka protesta në Londër janë bërë, kush i ka organizuar, pra ose vetë ju merrni tashmë direkt me politikën? Po, protestat në Londër janë absolutisht, unë jam i kënaqur që nuk jam më pjesë po të themi Partisë Demokratike Zyrtare, sepse siç ka larguar me mirë apo zoti Berisha ka larguar edhe neve dhe ja flasi lirë pa asnjë lloj kompleksi fare dhe jam qenë i lumtur që kam qenë pjesë e protestave para ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Londër dhe këto janë organizuar tashmë që nga koha që kur nisi protesta e parë në Tiranë kundër Sarnecit dhe kemi parë një zgjim të përgjithshëm, të rinis, të emigruar, të rinis së mërgatës, një dëshirë të rridhit të shfrenuar për një ndryshim në Shqipëri dhe ka pas një pjesëmarrje që se kemi parë ndonjëherë edhe në këto protesta përpara ambasadës shqiptare në Londër dhe nga mënyra se si ata prorasin, nga mënyra se si shprehin ndjenjatën e tyre, në fjalimet e tyre, në pankartat që mbajnë në duar, tregon që me të vërtet është ngritur një frym e tillë dhe shumë të rinj dhe të reja janë duke udhëtuar në momentin që flasim me makina nga Londra në për Evropë, përfshi edhe në Gjermani, për të bashkuar në Tiranë me datën 20 qershor. Do jetë Naim Hasani në Tiranë protest me 20 qershor, do merrni pjesë ju? Besoj që unë do të jem atje si çdo shqiptar tjetër. Mi fjalë thjesht me protestues, jo me një rol, jo me diçka. Unë jam qytetar, jam shqiptar dhe protestoj i lirë si çdo shqiptar tjetër. Është koha që qytetarët shqiptar të shprehin dufin e tyre në mënyrë demokratike me sistem të kalbur, do jetë koha për më vonë për të parë se si do të drejtohet Shqipëria. Edhe kur të ta drejtoj, unë jam i lumtur që jem si çdo qytetar i thjeshtë, nuk kam asnjë pretendim për asgjë tjetër. Naim Hasani, unë jam mirënjohës. Të jam mirënjohës pafund dhe nëse unë pak në kështu e kisha menduar bisedën, nuk e di se sa të pëlqeu, por nëse ke diçka për të thënë apo që nuk e ceka unë, pra mikrofoni është i joti. Na faleminderit shumë, po unë duhet të falenderoj nga zemra për këtë mundësi. Jam i kënaqur që jam me zërin e radios tuaj dhe faleminderit për pyetjet dhe problematikat që ngriten në këtë bisedë, që janë dhe shqetësim madhor i çdo qytetari shqiptar kudo që jeton në gjithë botën, sepse ne duam që Shqipëria të jetë si Gjermania, si Britania, si çdo vend tjetër demokratik dhe Shqipëria të mos shuhet, që Shqipëria të mos boshatiset, por që ne kemi një Shqipëri të fortë, një Shqipëri e fortë, është zë i fort për shqiptarët kudo që ndodhen. Dhe unë në këtë kontekst i bëj thirrje çdo të riu kudo që ndodhet që të përfaqësoj dhe të përqafoj frymën e ndryshimit në Shqipëri dhe të përqafoj dhe të shpreh urrëtitjen, zemratën që ka në sistemin politik 35 vjeçar në Shqipëri dhe pse jo të bashkohet protestave të përditshme të dërimve shqiptar që kanë mbetur, të cilët duhet gjërastin të përgëzoj për kurajën e tyre në kushtet ku ndodhet Shqipëria, që janë ngritur, rrinë për orë të tëra, marshojnë për orë të tëra, për ditë, për natë, me thirrjen Ramanburg, Berishanburg, një republikë e re dhe revolucion në Shqipëri. Ne duam revolucion paqësor, demokratik,
ashtu siç ka ndodhur tash që është bërë shembull në gjitha mediat e Evropës dhe botës dhe duhet të tregojmë gjithë botës qytetari perëndimore si një kom perëndimor që jemi. Kam frikë Naim se Rama me lule nuk iken, kupton? Pra nuk e di, ndoshta vetëm kështu Rama sikur nuk ka fort shenja për tik. Revolucionet demokratike janë më të mirat në botë. Okay. Dhe duhet të Shqipëria është ne nuk duam absolutisht të ketë asnjë incident më të vogël në Shqipëri. Shqipëria është tash që është anëtare e NATO-s, shpreson dhe beson të aderoj shumë shpejt në Bashkimin Evropian dhe miqtanë në Bashkimin Evropian, në Mbretërinë e Bashkuar, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk të lejojnë që Shqipëria të jetë një vend ku të vendoset diktatura dhe liria dhe demokracia dhe liria e shprehjes të mos kenë vend dhe zëri i qytetarëve shqiptar të mos dëgjohet. Jam i sigurt që më shumë kryeministri se sa lideri i opozitës do ta dëgjojë zërin e shqiptarëve dhe do të vi momenti që edhe ai do të marrë vendimin e dur. Problemi është që kemi një lider të opozitës zyrtare i cili asnjëherë deri më sot nuk e ka pranuar humbin dhe nuk ka pranuar që të ulet nga kali. Dhe problemi me vasalitetin që kemi pasur shqiptarët ka qenë një problem i hershëm dhe shpresoj dhe besoj që edhe ai të shikoj dhe të reflektoj thellë si një drejtues 35 vjeçar i një partie që ne e qunim Parti Demokratike dhe të largohet nga skena politike shqiptare dhe të larë vend zhvillimit të Shqipërisë. Si e vështirë kjo Naim, por të shpresojmë që shiko, vetmja shpresë dhe gjëja që ta bën zemrën mal, si e thonë, edhe që sinqerisht sepse shpesh herë në emisionet e mia edhe shpesh herë kam thënë edhe me të ftuar, çfarë ka ndodhur me shqiptarët që nuk reagojnë. Tashmë shqiptarët po reagojnë dhe vetmja shpresë është që dash Zoti edhe mos të coptohet kjo kauzë, por të shkohet drejt një thyrje sistemi dhe të fillojmë të ndjehemi edhe ne shqiptarët si perëndimor në vendin tonë. Absolutisht. Dhe këto protesta po bën eksakte dhe po bën jahon kudo nëpër mediat në gjithë botën, padyshim që këto protesta kanë shqetësuar në rehatin e sistemit politik në Shqipëri, e establishmentit të vendosur në Shqipëri, se fjala establishment është për vende demokratik, po nuk e përritojnë as establishment të quhen, absolutisht, i ka dridhur që në themel dhe ky është mënyra më e mirë, sistemi më i mirë, mesazhi më i mirë që ne i përcjellim botës që në Shqipëri nuk mundet me të qeverisin dy individ për 35 vite dhe shqiptarët të largohen nga sykëmbët. Është koha e Shqipërisë, është koha e shqiptarëve. Naim Hasani, mirënjohje pafund dhe shpresoj që do të kemi edhe herë tjera. Shpresoj se do të kemi bashkëpunëtor dhe mik të radios edhe herë tjera. Faleminderit shumë Leonard, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme për mua dhe të uroj suksese në punën tënde të përditshme dhe në çdo aspekt të jetës tënde. Mirënjohje pafund, respekt e pafund, mirënjohje. Atëherë të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonde. U përpoqem me zotin avokat Naim Hasani, i cili jeton dhe punon në Londër prej më shumë se 20 viteve dhe është avokat dhe vazhdimisht ka qenë një person që ka qenë gjithmonë pranë emigracionit, pranë emigrantëve, pranë shqiptarëve, ka qenë gjithmonë i pakursyer dhe vazhdimisht ka qenë edhe një zë pa kompromis vetëm me të vërtetën edhe për problemet e shqiptarëve, për problemet e Shqipërisë dhe vazhdon e thot mendimin e vet, atë mendimin pa ndroj, pa frikë, thot atë që mendon kush është më e mira për vendin tonë, pra dhe me thonë të drejtën kemi nevojë për njerëz të tillë. Shpresoj që njerëz të tillë si puna Naim Hasanit apo si shumë të tjerë që janë nëpër diasporë, shpresoj që të dalin, të mblidhen, të bashkohen dhe të jenë kontributor brenda sistemit të Shqipërisë. Pra mos i ngelim thjesht duke ngritur problemin, por të tillë njerëz ne duhet i kemi brenda sistemit për tashmë për të zgjidhur problemet, sepse janë njerëz intelektual, Shqipëria ka nevojë për teknicien, ka nevojë për avokatën, ka nevojë për njerëz që
kanë mundësi të reja, pra kanë mundësi për themi perëndimore, pra kanë atë mundësinë e meritës dhe jo mundësinë që çfarë është e jotja është e imja dhe çfarë është e imja është e imja. Pra shpresoj që kjo protestë pikërisht këtë duhet dhe kjo duhet të ngrihet dhe të zgjohet brenda ne shqiptarëve. Pra shpresoj që të gjithë ne, çdo shqiptar, çdo kush që flet gjuhën shqip, duhet ta mbrojë dhe ta përkrahë dhe ta mbështesë këtë protestë totalisht në mënyrë më të pastër të mundshme. Dhe duke shpresuar që kjo protestë të sjell elita, të sjell njerëz me mundësi të reja dhe të fillojmë dhe të jemi për të zgjidhur problemet, pra të zgjidhim problemet e Shqipërisë dhe jo thjesht për të treguar kush janë problemet. Unë ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve ju për suportin, për kohën që na dhuruat për na ndjekur. Unë jam mirënjohës pafund, ju përqafoj përzemërsisht të gjithëve dhe ju vazhdoni të rrini në Window Radio, pra mund të dëgjoni muzikën shqip, mund të dëgjoni programacionin tonë dhe me mua me emisionin Horizont ju le takim nesër mbrëma në orën 21 me të tjerë të ftuar, me pothuajse është edhe këtu tema aktuale, sepse edhe ne si Window Radio dhe përpiqemi që të jemi sa më pranë aktualitetit, përpiqemi që të jemi me njerëz të aktualitetit që të komunikojnë për aktualitetin, të njohim më mirë problematikat aktuale, pra përpiqemi më sa kemi mundësi të jemi prezent me aktualitetin. Natën e mirë dhe mirë u dëgjofshim nesër mbrëma. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio Big Day.